Në vizatimet e tij portretizon fytyra të njohura të kinematografisë, letërsisë, muzikës dhe sportit. Izolimi thot ja këtë ndryshua rutinën, por jo edhe pasionin për artin. Fatjo Meholli, i cili studion në degën e gjuhës shqipe në Universitetin e Prishtinës në këtë kohë të pandemisë, po vazhdon të merret me skica. Fanoli, Ismail Kadare, Bekim Fehmiu, futbollisti Gjerdan Shaqiri janë pjesë e bllokut të skicave të tij. Gjatë këtyre ditëve të pandemisë, izolimi nëpër shtëpi na ka ndryshuar rutinën tonë. Po na mungon ambientet shkollore, po na mungon shoqëria, madje po na mungon edhe palestrat sportive e kështu me radhë. Sido që tjetë, është mirë që ta shohim edhe anën pozitive të këtij izolimi, po kemi kohë të mjaftueshme për lexim, për vizatim e kështu me radhë. Madje, ne studentët po i mbajmë edhe ligjëratat universitare në platformën online në një mënyrë relativisht korrekte, me që rast duhet t'i përgëzoj të gjitha ata që kanë mundësuar një gjë të tillë. Artisti nga Mitrovica në kohën e izolimit ka vizatuar edhe portretet e rilindasve dhe kryeministrit Albin Kurti. Ajo që dua të ndaj me ju është se gjatë tyre ditëve të izolimit më lindi ideja që në një faqe të vetme ti përmbledh disa nga figurat më të shuara, duke filluar nga ata të rilindjes së kombëtarit shqiptare deri te shkrimtarët modern. Sinqerisht, përkujtimi dhe vlerësimi i veprimtarisë së tyre na nderon dhe na ngrit moralisht. Para disa ditëve, në një letër të formatit A4, realizova portretin e kryeministrit në detyrë Albin Kurtit, me lapsa grafik dhe thëngjell. Këtë punim e realizova si shenjë respekti për punën që ka bërë ai që nga koha e zgjedhjes së tij si kryeministër i vendit. Gjithashtu vlen të cekët që ky punim është mirëprit shumë nga publiku në rrjetet sociale. Gjatë rrugtimit tim, sa i përket artit figurativ, kam marrë pjesë në shumë aktivitete e gjithashtu edhe në disa ekspozita kolektive. Meholli thot se pas normalizimit nga pandemia do t'i përmbledh të gjitha punimet në ekspozitën e parë personale që po planifikon ta mbaj atë brenda këtij viti. Qëndroni në shtëpitë e juaja me familjarët e juaj, shpërndani dashuri, lexoni, meditoni, jeni sa më shumë produktiv. Me shpresë që kjo gjendje do të kalojë sa më shpejt dhe botës do t'i kthehet normaliteti.